Në një analizë për punën e policisë për gjatë periudhës maj-qershor, drejtori i qarkut Elbasanit thëtë se janë zhvilluar 14 operacione duke çuar në pranga të paktën 16 persona, ndërsa 10 të tjerë janë ndaluar e po aq janë shpallur në kërkim. Operacionet policore kanë konstituar në goditjen e veprimtarisë kriminale të prodhimit, shitje dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, veçanërisht në afërsi të institucioneve arsimore. 5 operacione policore. Goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e trafikeve, konkretisht dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, 2 operacione policore, trafikim të mjeteve motorike, 1 operacion policor dhe trafikim të lëndëve narkotike, 1 operacion policor. Gjithashtu është ekzekutuar vendimi i gjykatës së posaçme të shkallës së parë për vendosjen e sekuestrove mbi disa pasuri me vlerë 225.000 euro, që dyshohet se janë përfituar nga veprimtaria kriminale. Një vëmendje e veçantë është kushtuar edhe pikave dhe zonave më të frekuentuara turistike të qarkut, ku gjatë muajve maj dhe qershor është evidentuar rritje e fluksit të turistëve. Konkretisht kemi patur 2 raste, Komisariati i Policisë Librazh i ka dhënë ndihmën e nevojshme 2 turistëve, ndërsa Komisariati i Policisë Gramsh ka shkuar në ndihmë të 1 turisti për problematika të hasura gjatë lëvizjes në zona turistike. Duke patur parasysh rritjen e ndjeshme të fluksit të automjeteve në qarkun e Elbasan, gjatë sezonit veror, shërbimet e policisë rrugore kanë intensifikuar monitorimi dhe kontrollet në akset rrugore të qarkut me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Hoxha u ndali dhe tek shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, duke thënë se policia ka evidentuar 121 raste, ndërsa fatkeqësisht ka ndodhur 3 aksidente me pasojë humbjen e jetës. Ai bëri apel që të gjithë të kenë kujdes të shtuar në drejtimin e mjetit.